një tavë të tillë, ndonjëherë të shkon mendja dhe mjafton 2-3 ingredient dhe nuk ka arsye pse mos ta provoni. Unë e përgatita, është një tavë me oriz, me pul, me kërpudha, me perime. Shikojeni sepse është vërtet një recetë që ja vlen. Përshëndetje miq të kanalit Cook O'Clock, sepse të gjithë jeni miq të këtij kanali. Do filloj me njëherë me përgatitjen e kësaj recete. Para se filloj normalisht, ju ftoj të bëni subscribe, kështu që jeni pjesë e këtij kanali. Ingredienti kryesor është pula. Këtu kemi një gjoks pule të ndarë në copa të mëdha të tilla. Kalojmë tek kërpudhat. Kërpudhat mund t'i zgjidhni sa do doni. Unë kam zgjedhur këto që janë kërpudha champignon dhe që i kam prerë në të tillë formë. Karot dhe patate. Kjo është patate e ambël, mund të përdorni edhe patate normale, s'ka asnjë problemi. Ashtu ju duhet edhe një gotë e mbushur me oriz. Për marinimin e pulës, unë për vete përdora vetëm krip dhe piper të zi, ju keni të drejtë përdorni çfarë t'ju teket. Përgatitja fillon me një tigan të nxehtë dhe do t'i hedhim të gjitha brenda t'i japim një skuqje. Pesë minuta dhe të gjitha perimet i hedhim në tepsi. I përhapim mirë kështu. Do skuqim pulën. Pashtu dhe pulën, 5 minuta e kemi thekerisur e kemi gati. Tani që tava të bëhet e mirë, ka nevojë për gjalp, kështu që do i shtojmë dhe gjalp copa. Do t'i kriposim pashtu edhe perime, sepse vetëm pulën kemi kriposur. Dhe piper. Rigon. Tani për gjatë komplet tavës do shtojmë orizin. Që përhapet në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë tavën. Do t'i hedhim ujë të nxehtë. Derisa të mbulohet, jo më shumë. Kaq mjafton në furrë me 220 gradë. Një orë mjafton, siç mund ta vini re, është gati. Ka akoma pak atë lëngu në fund, sepse duhet kontrolluar që të ketë edhe pak fare lëng në fund, që kur ta nxjerrim, ai lëngu të shterojë, ta mbaj akoma të butë. Kjo ishte receta të dashur miq, shumë faleminderit që e ndoqët. Shpresoj të kenë një ditë të re. Mos harroni gjithmonë bëni subscribe, sepse është falas. Keni gjitha videot e kanalit falas, totalisht falas, mund të shkoni t'i shikoni. Provojeni, e kam seriozisht sepse vetëm nga aroma ta heq trurin. Le dalëm të ftohet pak, e kam për ta provuar. Dhe ju po e provuat, ju bëft mirë. Falenderoni nëse doni në komente.